vazhdu dhe ka ruajt një stabilitet brenda Partisë Demokratike të Kosovës, mirë po desha të vazhdoj atë pikërisht ku Ela Artani që si deputeti që nga viti 2019, pra që kur Partia Demokratike është në opozit, deri në sot në ditën që po flasim, me lejoni të ritheksoj që Partia Demokratike integrimin e shes si orientim kombëtar dhe jo si marketing politik. E fatkeqësisht kem qenë bashkë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit Evropës, aty ku e kam përfaqësu Partinë Demokratike. Ky pushtet, integrimin e sheh më shumë si marketing politik. Nuk e sheh si një mision të një shteti, të një kombi. Si deputet, kem provu që ta luajmë rolin ton kushtetues të një vendi demokratik, aty ku demokracia funksionon, dhe të gjitha ato ligje të cilat i kemi vlerësu që përbëjnë në vetë shkelje kushtetuese, i kemi adresu dhe jeni dëshmitar që ka më shumë se 17 ligje të cilat i kemi fitu si opozit. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në këtë vend funksionon ligje dhe demokracia. Pjesa tjetër ku desha të theksoj që ndoshta pak i është vënë në pa, si nga mediat, po ashtu edhe nga opinioni publik, është fakti që si Parti Demokratike, si deputet dhe si opozit, kemi votu më shumë se 50 marrëveshje ndërkombëtare, të cilat lidhen direkt me integrimin evropian. Kjo do të thotë që ne kemi votu marrëveshje financiare, e fatkeqësisht që ne i kemi votu, ato nuk janë implementu, sepse kjo qeveri ka ngecë në këto marrëveshje. Sepse nuk është vetëm votimin e kuvendit i cili të sjell më shumë se 900 milion që kanë qenë të dedikuara për Republikën tonë dhe sot nuk janë. Ato 900 milion janë dedikuar të shtete tjera, të cilat veç kanë arrit me i përmbush këto kushte. Pra aty ka pas marrëveshje financiare, kanë qenë programet e IPAS, ka pas marrëveshje të sigurisë, të energjisë, të infrastrukturës, dhe ne si shtet kemi ngel në këtë proces. Dhe jo vetëm që kemi ngel, por jemi shteti i vetëm nën sanksionet të Bashkimit Evropian dhe shteti i cili sot e ka të ndërprer dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse muna veç me vazhdu